Ky është fundi i dominimit të Europës nga Emmanuel Macron. Një sallë konferencash në Rom, ku protokollet diplomatike u shkatëruan, ku delegacioni francez nuk gjente dot derën nga të ikte. Vetëm disa orë më parë, zyra e kryeministres italiane dëshmoi një përplasje që mund të ketë shkatëruar përgjithmonë aleancën franco-italiane. Giorgia Meloni, gruaja për të cilën thanë se nuk do ta sfidonte dot kur boshtin Paris-Berlin, sapo kreu një ekzekutim politik që e la ekipin e Macronit pagoj dhe me dëme të parikuperueshme. Presidenti francez jo vetëm që u zbardh fytyrën, por humbi kontrollin për herë të parë nga viti 2017. Sado shuplaka të marrë nga Brigitte, nuk ka për të bërë djali i mirë, thonë italianët. Ajo që filloi si një takim rutin dypalësh, u shndërrua në përballjen më shpërthyese diplomatike të dekadës. Skena jashtë Palazzo Chigi histori më vete. Forcat italiane të sigurisë ishin përforcuar brenda natës. Oficerët me rroba civile u përzien me gazetarët. Koreografia protokollare diplomatike u braktis. Edhe gazetarët me përvojë ndjenë se ky nuk do të ishte një tjetër takim ceremonial. Një korespondent veteran vuri në dukje. Në 30 vite që mbuloi samitet europiane, nuk i kam parë kur francezët kaq dukshëm të pakëndshëm para një takimi dypalësh. Tensioni ishte i dukshëm që nga momenti kur autokolona franceze mbërriti në Palazzo Chigi. Ndërsa Macron doli nga limuzina e tij me besimin që e karakterizon në publik, ata që ishin më afër tij vunë re diçka ndryshe. Krenaria e tij e zakonshme ishte e sforcuar. Syt nuk i qeshnin. Ambasadori francez në Itali u pa duke u konsultuar me stafin e sigurisë, duke se po debatonte për rregullat e protokollit. Burimet të brendshme raportojnë se ekipi Macron, duke jashtëzakonisht nervoz, kontrollonin vazhdimisht telefonat e koduar, duke përshpëritur në korridore. Ndërsa stafi diplomatik francez u vure duke djegur dokumente në kompleksin e ambasadës një natë më parë. Burimet e inteligjencës konfirmuan se Parisi kishte aktivizuar protokollet e komunikimit emergjent të rezervuara për situata krize. Ata e dinin se diçka po vinte. Thjesht nuk e dinin se sa shkatëruese do të ishte ajo që vinte. Kamerat kapën gjithçka. Kemi pamjet filmike, kemi dëshmitarët dhe më rëndësishmja. Kemi dokumentet që Meloni i përdori si shpatë kundër Francës. Pse u zverdh në fytyrë ministri i jashtëm francez ku Meloni nxori dosjen? Cili dokument ishte aq shpërthyes sa ekipi i Macronit kërcënoi se do të braktiste samitin? Si e gjunjëzoi Meloni e vetme, arkitektin e integrimit europian, qëndroni me mua për pak minuta. Ajo që do ju zbuloj nuk ngjason me asgjë tjetër. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me ego të plagosura, apo me teatr diplomatik. Kjo ka të bëjë me ekspozimin e një marrëveshje sekrete që do të kishte dorëzuar sovranitetin kombëtar të italianëve, në një shkallë që nuk do të ishte provuar kurrë më parë në historinë europiane. Implikimet shtrihen nga Roma në Paris, nga Berlini në Varshavë. Çdo qytetar europian duhet të kuptojë çfarë ndodhi pas dyerve të mbyllura. Për ta kuptuar, dëgjoni se çfarë ndodhi saktësisht 72 orë më parë në takimin përgatitor në Bruksel. Samiti supozohej të ishte rutinë, një tjetër seancë paraprake për skemën e fundit të integrimit të Macronit të quajtur Iniciativa Europiane e Sovranitetit. Por Meloni nuk shkoi për të luajtur politik. Ajo shkoi atje armatosur me të dhëna nga inteligjenca, të dhëna për të cilat burimet franceze mendonin se ishte varrosur përgjithmonë. Ekipi i Melonit kishte kaluar muaj duke mbledhur prova, duke rekrutuar njerëz të brendshëm, duke ndjekur gjurmët e parave që quan në zbulime tronditëse për Italinë dhe Melonin. Shërbimet italiane të inteligjencës që punonin jashtë orarit për shumë kohë, kishin zbuluar një rrjet mashtrimi që shkonte në zemër të projektit europian të Macronit. Ata zbuluan marrëveshje të prapambetura, të dhëna të falsifikuara votimi, por më e keqja ishin marrëveshjet e fshehta financiare që do të kishin pasuruar korporatat franceze në kurrizë të sovranitetit të Italisë. Vendndodhja për Melonin ishte perfekte për një prit. Macron bëriti i sigurt, i rrethuar nga shoqëruesit e tij të zakonshëm, teknokratët dhe jesmenët. Mendoi se Meloni kishte shkuar para tij. Ky ishte gabimi i tij i parë. I dyti ishte nënvlerësimi i rrjetit të informatorëve brenda administratës së tij, të cilët i kanë dhënë Romës dokumente për muaj të tërë. Këta individ të guximshëm, të neveritur nga ajo që kanë parë, rrezikuan gjithçka për të zbuluar të vërtetën. Një burim që foli në kushte anonimiteti tha: kur pash se çfarë po planifikonin, nuk mund të heshtja. Kjo nuk kishte të bënte me unitetin europian. Kishte të bënte me dominimin francez, të maskuar si integrim. Tensioni ishte tashmë i dukshëm gjatë momentit të parë për foton e rastit. Meloni refuzoi të qëndronte pra Macronit, duke u pozicionuar strategjikisht në anën tjetër të grupit. Gjuha e trupit fliste shumë.
Ndërsa Macron buzëqeshte për kamerat, shprehja e Melonit ishte ngurtë. Ajo e dinte se çfarë do të ndodhte. Delegacioni francez kishte rënë në një kurth që po përgatitej prej muajsh. Ndërsa Macroni filloi të përshkruante vizionin e tij për një forcë mbrojtëse të bashkuar europiane nën komandën franceze. Meloni ngadalë futi dorën në çantën e saj dhe nxori një dosje të kuqe. Temperatura në dhomë ra në minus, fytyra të ngrira. Edhe përkthyesit ndaluan në mes të fjalisë, duke ndjerë se diçka e paprecedent do të zhvillohej. Dosja në hije përmbante 3 zbulime shpërthyese që shkatëruan besueshmërinë e Macronit në kohë reale. Por ato nuk ishin vetëm akuza, ishin fakte të dokumentuara, të plota, me nënshkrime, vula, data dhe prova të pakundërshtueshme, që vërtetonin se zyrtarët francezë kishin operuar në rrugë diplomatike paralele, të fshehur nga partnerët e tyre europian. Fakti I parë, një memorandum sekret I datës 3 tetor 2025 që tregonte se ekipi Macronit u kishte premtuar tashmë kontraktorëve gjerman të mbrojtjes $7.8 miliardë në kontrata për ushtrinë e re europiane, duke anashkaluar plotësisht firmat italiane. Dokumenti mbante firmën e vet Bruno Lamierit. Kodi I autorizimit të transferimit bankar FX2025DF8-9 një ishte përpunuar përmes Banque de France, por Siruata degradon mëtej. Memorandumi përfshinte një plan shpërndarje ku 78% të gjitha prokurimeve të mbrojtjes ishin përqendruar në duar franceze dhe gjermane, duke lënë Italinë me disa fonde mbeturina, pavarësisht se është ekonomia e tretë më e madhe në Eurozonë. Jo vetëm kaq, dokumenti deklaronte në mënyrë të qartë se pjesëmarrja italiane do të minimizohej përmes kërkesave teknike që favorizonin specifikimet franko-gjermane. Kjo nuk ishte vetëm preferencë ekonomike, ishte përjashtim sistematik, metodik, me koshiencë I Italisë. Fakti I dytë, komunikimet të koduara midis Pallatit Elize dhe Brukselit zbulonin një plan për të zhvendosur selinë e Agjencisë Europiane të Mbrojtjes nga vendodhja e saj, e propozuar për në Rom, do të kalonte në Lyon, pavarësisht premtimeve publike për këtë ndaj Italisë. Mesazhet përdornin fjalën e koduar rishikimi I Cezarit dhe përfshinin plane të detajuara arkitekturore të miratuara tashmë nga autoritetet franceze. Komunikimet tregonin se ndërsa Macron mbështeste publikisht ofertën e Romës, ekipi I tij po lobonte fshehurazi komisionerët e BE-s që ta refuzonin atë. Një mesazh I shtatorit shkruante: konfirmoni që përgatitjet për Lyonin po vazhdojnë. Delegacioni italian mbetet në dijeni për në Rom. Mbani qëndrimin aktual deri në votimin e dhjetorit. Do me thënë, mashtrimi ishte I paimagjinueshëm. Fakti I tretë, prova më e fortë. Një bisedë regjistruar më 19 shtator, ku dëgjohet një diplomat I lartë francez duke thënë: italianët do ta pranojnë sapo të kontrollojnë procesin e prokurimit. Meloni është e përkohshme, sistemi është I përhershëm. Zëri I përkiste Emmanuel Bonit, këshilltarit më të besuar të Macronit. Regjistrimi vazhdoi për 17 minuta duke detajuar strategjit për të marginalizuar ndikimin italian në vendimarrjen e BE-s, duke përfshirë planet për ristrukturimin e mekanizmave të votimit që do ta disavantazhonin përgjithmonë Romën. Biseda zbuloi një plan sistematik për të përdorur korniza rregullatore për të përjashtuar kompanitë italiane nga sektorët kryesor, duke I detyruar ato të hynin në partneritete të vogla me firmat franceze. Meloni nuk bërtiti, nuk u lëriu, edhe pse do të duhej. Nuk e pati të nevojshme. Ajo thjesht lexoi çdo dokument me zë të lartë në frëngjishte të përsosur. Leximi I saj qëllimisht I ngadalt bëri që çdo fjalë të përthithet. Kur arriti tek pjesa që Meloni është e përkohshme, ndaloi, e pa Macronin drejt në sy dhe I buzëqeshi me ironi. Ishte një buzëqeshje që thoshte gjithçka dhe që e shkatëronte Macronin mes nënvlerësimit dhe neverisë. Nënvlerësove Italinë, tani do të paguash çmimin, këtë thoshte fytyra e Melonit. Delegacioni francez u shtang. Duart e Macronit po dridheshin dukshëm ndërsa mori gotën e ujit. Këshilltari I tij special, duke u përpjekur të kontrollonte situatën, belbëzoi diçka. Por Meloni nuk kishte thënë fjalën e fundit. Paraqiti të dhëna transaksionesh që tregonin se bankat franceze kishin filluar të lëviznin fonde në pritje të kontratave të mbrojtjes të datuara 2 javë para se Italia të thirrej në konsultim. Pra, korrupsioni I pastër. Heshtja në dhomë ishte shurdhuese. Pastaj erdhi ultimatumi që ndryshoi gjithçka. Gjërat po përkeqësohen shumë, tha Meloni, dhe shtoi se kjo e sotmja është vetëm një dosje nga një koleksion prej 12 dosjesh. Ajo e quajti atë dosjen sovrane. Secila prej dosjeve dokumenton përpjekje franceze për të marginalizuar interesat italiane në sektor të ndryshëm: energji, financë, bujqësi, teknologji. Implikimet janë tronditëse. Po flasim për një luftë sistematike ekonomike të maskuar si integrim europian.
Dosja e energjisë ekspozon plane për të kaluar të gjitha furnizimet me gaz të Afrikës së Veriut përmes terminaleve të kontrolluara nga Franca, duke ia prerë Italisë aksesin e drejtpërdrejtë në burimet kryesore të energjisë. Dosja e bujqësisë zbulon subvencione të strukturuara për të përfituar fermerët francezë, ndërsa vendos të kufizime që do të ndikonin në eksportet italiane të vajit të ullirit dhe verës. Dosja e teknologjisë përmban ndoshta zbulimin më të dëmshëm, një marrëveshje sekrete me kompanitë e mëdha të teknologjisë për të krijuar qendra të dhënash ekskluzivisht në Francë, duke përdorur fondet e BE-s që duhej të ishin shpërndarë në mënyrë të barabartë. Shkalla financiare e këtij mashtrimi është marramendëse. Vlerësimet konservatore e çojnë vlerën totale të kontratave dhe përfitimeve të paracaktuara, në mënyrë të paligjshme, për interesat francize në mbi 157 miliard euro gjatë 10 viteve. Këto janë para të vjedhura nga taksapaguesit italian, nga punëtorët spanjoll, nga familjet polake, të gjitha për të ushqyer vizionin e Macronit për një Europë të dominuar nga Franca. Meloni pasi mbaroi u dha atyre 48 orë kohë. Ose Franca tërheq tërësisht iniciativën e sovranitetit evropian, ose Italia i publikon 12 dosjet, duke përfshirë të dhënat financiare që tregojnë se cilët politikan francez kanë përfituar personalisht nga këto skema. Afati skadoi para pak orë, por ja detaji që i bëri zyrtarët francez të kalojnë në panik. Meloni zbuloi se ajo u kishte ndarë tashmë nga një kopje aleatëve të saj kryesor, kryeministrit Polk dhe Orbanit të Hungarisë. A e kuptoni se çfarë do të thotë kjo? Nëse këto dokumente bëhen publike, nuk është vetëm Macron ai që bie, por Bashkimi Evropian me Ursulën amballazh. I gjithë establishmenti politik francez është i ngatëruar në pagesa. Të dhënat dyshohet se përfshin llogari jashtë Francës, në Singapur, pagesa për blerje pronash në Dubai dhe tarifa konsulence që do t'i bënin skandalet e vjetra të korrupsionit të dukeshin si bakshish në kafenen e fshatit. Burime brenda qeverisë italiane pretendojnë se prova gjurmojnë rrjedhat e parave direkt tek 17 antar të rrethit të ngushtë të Macronit. Po flasim për pasurinë personal në një shkallë që do të shkaktonte hetime të menjëhershme penale. Vetëm të dhënat e bankave zvicerane tregojnë depozita që arrin në total 43 milion të lidhura me zyrtar të përfshirë në negocimin e këtyre marrëveshjeve sekrete. Regjistri i pronave në Dubai liston 14 prona luksoze të blera në javët pas vendimeve kyçe të BE-s që u sollën në dobi të korporatave franceze. Ky nuk është vetëm korrupsion. Kjo është tradhti kundër idealit evropian. Pafytyrësia e hajdutit u shfaq më pas me epërsinë e sulmit. Delegacioni francez nuk kërcënoi vetëm se do të largohej nga takimi. Ata kërcënuan se do të përdorin nenin shtat kundër Italisë, opsionin që mund të pezullonte të drejtën e votës së Italisë në BE. Ekipi i Macron akuzoi Melonin për shantazh dhe rrezikim të unitetit evropian. Ironia nuk u kuptua nga askush. Njeriu që komplotoi fshehurazi për të kolonizuar ekonomikisht Italinë, tani po pretendonte të ishte viktima. Mediat kryesore menjëherë u aktivizuan, duke paraqitur Melonin si agresore. CNN quajti Melonin të pamatur. BBC përdori fjalën përçarse, por asnjë media e madhe nuk përmendi projektin Cartagena, dosjet pra. Askush nuk pyeti pse Franca po miratonte paraprakisht kontrata miliarda euro pa konsultimin me Italinë. Koordinimi editorial ishte i dukshëm. Brenda pak minutash nga publikimi i lajmit, të njëjtat fjalë u shfaqën në të gjitha platformat kryesore. Meloni kërcënon unitetin evropian. Lëvizja e rrezikshme e Italisë. Apo kthim te nacionalizmi. Drejtuesit e mediave të mëdha u pan të hyrë në takime emergjente në korporatat kryesore të lajmeve për të mbytur skandalin. Një memo e publikuar nga një transmetues i shquar evropian i udhëzonte gazetarët të shmangnin diskutimet specifike mbi parregullsitë financiare franceze dhe të përqendroheshin në kërcënimet ndaj stabilitetit evropian. Një gazetar i guximshëm që u përpoq të raportonte mbi projektin Cartagena e gjeti segmentin e tij të prerë nga lajmet e mbrëmjes. Më vonë ai shkroi në Twitter: "Në të gjithë karrierën time, nuk kam parë kurrë një censur kaq të hapur. Publiku meriton të di se çfarë përmban ky dokument. Ata janë të tmerruar nga ajo që do të ndodhë, kur qytetarët të kuptojnë se projekti evropian është rrëmbyer nga Parisi. Ata janë të tmerruar që udhëheqësit populistë në të gjithë Europën do të kërkojnë të shohin se çfarë dosjesh sekrete ekzistojnë për vendet e tyre. Mbi të gjitha, ata janë të tmerruar që Meloni sapo i ka dhënë çdo lëvizje euroskeptike, municionin që kanë kërkuar prej dekadash. Bllokimi i medias është i koordinuar, i qëllimshëm, por do të dështojë. Mediat sociale po shpërthejnë. Hashtagu projekti Cartagena është në trend në të gjithë botën, pavarësisht përpjekjeve për ta shtypur atë. Twitter thuhet se ka marrë kërkesa nga autoritetet franceze për të kufizuar shtrirjen e hashtagut.
Videot në TikTok që shpjegojnë skandalin morën miliona shikime brenda pak orësh. Tani, dy mundësi mbeten për Macron, të dyja janë poshtëruese. Opsioni i parë, tërheq iniciativën e sovranitetit europian dhe pranon se vizioni i tij për integrimin e udhëhequr nga francezët ka vdekur. Ndërtesa e makronizmit po shembet në kohë reale. Opsioni i dytë, kundërshton bllofin e Melonit dhe bën se hir 12 dosje me prova që do të përmbytin internetin, duke shkaktuar hetime, protesta dhe ndoshta akuza penale. Trashëgimia e tij transformohet nga ajo e një vizionari europian në figurën e një intriganti të korruptuar, të ekspozuar nga gruaja, që ai nuk e përfillte dhe e cilësonte si ekstremiste të djathtë. Imagjinoni çfarë skena po vijnë. Zyrtar francez të arrestuar në agim, asete të ngrira, hetime parlamentare që do të dominojnë titujt për vite me radhë. Asnjëri opsion nuk e shpëton dot Macronin. Dëmi është bërë tashmë. Kur këshilltarët tuaj më të afërt kapen në kaset duke diskutuar se si të nënshtrohet ekonomikisht një aleat, nuk ka asnjë zgjidhje që e rregullon këtë. Kur të dhënat bankare tregojnë transferta të paramiratuara për kontrata që supozohej se ishin ende në negociata, nuk ka asnjë shpjegim që rikthen besimin. Bashkimi Evropian nuk do të jetë më kurrë i njëjtë pas kësaj jave. Besimi, pasi të thyhet në këtë nivel, nuk mund të rindërtohet me fasha burokratike. 3 pyetje kërkojnë përgjigje. Së pari, sa thellë shkon vërtet projekti Cartagena? Së dyti, kush brenda qeverisë franceze ja zbuloi këto dokumente Romës? Së treti, çfarë ndodh në mesnatën e së premtes? A do t'i publikojë Meloni dosjet? Kryeministra italiane ka treguar se është e gatshme të luftojë, por presioni mbi Romën do të jetë i jashtëzakonshëm. Çdo leve e fuqisë së butë do të përdoret. Çdo kërcënim do të bëhet. Washingtoni po vëzhgon nga afër. Burime pranë Departamentit të Shtetit tregojnë se zyrtarët amerikan kanë kërkuar kopje të dosjeve. Wall Street u hap me aksionet bankare europiane në rënje të lirë. Bankat franceze humbën 12% të vlerës së tyre në orën e parë të rrëfimit. Euro ra ndjeshëm kundrejt dollarit, ndërsa investitorët u larguan nga asetet europiane. Një analist i lartë deklaroi: "Kjo nuk është vetëm një krizë politike. Kjo është një shkelje themelore e besimit që mund të shkatërrojë 60 vite integrim europian. Tregjet aziatike po përgatiten për turbulenca. Pekini, gjithmonë i jetur për të shfrytëzuar përçarjet europiane, ka mbetur dukshëm i heshtur. Ndërkohë Moska mezi përmban kënaqësinë e saj. E vërteta nuk mund të fshihet. Dosjet sovrane ekzistojnë. Transfertat bankare janë reale. Regjistrimet janë autentike. Dhe diku në Paris, Emmanuel Macron po e kupton se perandoria e tij europiane po shkërmoqet. Një grua italiane e patrembur refuzoi të gjunjëzohej. Europa e vjetër e marrëveshjeve të fshehta po vdes. Mast Channel. Please subscribe.